Shikues të nderuar, Dal po televizioni u përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Për të 11 ditë radhës, qytetarët e Gjirokastrës janë mbledhur në sheshin e Çerçistopullit duke vjuar protestën kundër politikave qeveritare, duke ngritur shqetësime për varfërinë, emigracionin, mungesën e investimeve dhe braktisjen e qytetit. Për të 11 ditë radhës, qytetarët e Gjirokastrës janë mbledhur në sheshin Çerçistopullit duke vjuar protestën kundër politikave qeveritare, duke ngritur shqetësime për varfërinë, emigracionin, mungesën e investimeve dhe braktisjen e qytetit. Sipas raportimeve të fundit, pjesëmarrja ka qenë më e lartë se në ditët e para të protestës, duke treguar një angazhim në rritje të qytetarëve, por jo vetëm, edhe të turistëve të cilët kanë ardhur në Gjirokastër. Në marrëveshjen e zhvilluar në rrugët kryesore të qytetit, protestuesit kanë kërkuar më shumë vëmendje për problemet ekonomike dhe sociale, që sipas tyre po detyrojnë të rinj të largohen nga Gjirokastra. Pankartat e tjera të tyre janë përqendruar tek nevoja për vende pune, shërbime më të mira publike dhe transparencë në vendimarrje. Nga një protestë me pjesëmarrje të kufizuar ditët e para, tubimi duket se po fiton mbështetje më të gjerë. Kjo protestë po shihet nga shumëbanorët si një sinjal se pakëranësia sociale në jug të vendit po bëhet gjithnjë më e dukshme, ndërsa shqetësimet për zbrazjen e qytetit dhe mungesën e perspektivës mbeten në qendër të debatit publik. Kjo është Gjirokastra, ku jemi në qendrën e Gjirokastrës, ja dhe kalaja e Gjirokastrës, ky është sheshi Çerçizit dhe sigurisht që protestuesit janë këtu si gjithmonë çdo ditë në orën 6 duke protestuar për largimin e kryeministrit Edi Rama. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga aktualiteti. Asnjë rritje të fortë në prill me 16%, eksportet rënë ndjeshëm në rritjet në maj duke u zgjeruar me 2.8% sipas të dhënave të Instatit. Sektori me surinë më negative ishte ai i tekstilëve dhe këpucëve që punon me sistemin fason material porosici, që shënoi kurrje 2 shofrore prej gati 14.2% më e fortë aktiviti. Ndërkohë, e surinë më pozitive kishin materialet e ndërtimit, makineritë e pajisjes si dhe produktet ushqimore. Sipas Instat, në maj 2026 eksportet e madrave arritën vlerën 32.7 miliard lekë, duke u rritur me 2.8% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke ulur me 6.3% në krahasim me prillin 2026. Gjatë muajit maj 2026, në rritjen e eksporteve prej 2.8%, pozitivisht kanë ndikuar grupimet ushqime, pije, duhan, materiale ndërtimi dhe metale, makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi. Negativisht kanë ndikuar grupet tekstile dhe këpucë me minus 4.3%, prodhimet druri dhe letra. Për 5 mujorin, tendenca vijojti ishte pozitive sipas Statit për periudhën janar-maj 2026, eksportet ishin 158 miliard lekë. Eksportet nga industria e veshjeve këpucëve ka shënuar për muaj radhazi rënje. Sipas eksportuesve, arsyeja kryesore lidhet me rënien e euros. Moneda e përbashkët zbriti në nivelin më të ulët historik në maj, duke arritur në rreth 95 lekë dhe më pas në qershor kaloi duke zbritur këtë nivel. Shqipëria ka një kontrast të fortë mes varfërisë në zona rurale që është shumë më e lartë se ajo urbane, ndryshe nga Bashkimi Evropian ku diferenca mes fshatit dhe qytetit është e papërfillshme. Më shumë se gati gjysma e banorëve në fshatet shqiptar, 54% vuajnë nga rreziku i varfërisë dhe përjashtimit social, sipas të dhënave që janë publikuar nga Eurostat, niveli më i lartë në Europë. Kjo do të thotë se 54% e popullsisë në fshat plotësojnë të paktën një nga këto 3 kritere. Janë në rrezik të varfërisë monetare, të ardhurat e një personi janë më të ulta se 60% e mesatares kombëtare, kanë mungesë materiale ose sociale të rënda, personi nuk ka mundësi të përballojë shpenzimet bazë si ngrohja, pagesa e faturave, blerja e ushqimit, rrobave, pushimeve të tjerë. Jetojnë në familje me intensitet shumë të ulët pune, ku të rriturit e një familje punojnë shumë pak ose as pak për gjatë vitit. Kështu Eurostat ka publikuar të dhënat e vendeve të BE-s për vitin 2024, ndërsa informacionet më të fundit nga Shqipëria është i vitit 2022. Në Bashkimin Evropian, treguesi është më i lartë. Parlamenti Evropian ka miratuar kështu një amendament në raportin për Maqedoninë e Veriut, ku i bën thirrje autoriteteve të vendit të zgjidhin sa më shpejt çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës. Eurodeputetët kërkojnë që të sigurohet zbatimi praktik i marrëveshjes kornizë të Ohrit jo vetëm në ligj, por edhe në frymën e saj. Gjithashtu, Parlamenti Evropian thekson se protestet e studentëve shqiptar nuk duhet të paraqiten si të motivuara politikisht apo si faktor destabilizues. I bëjmë thirrje autoriteteve
Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut që të zgjidhim sa më shpejt çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore, thuhet në këtë njoftim. Mirëhetimi i amendamentit konsiderohet si një mbështetje e qartë e institucioneve europiane për kërkesat e shqiptarëve e kryesisht studentëve shqiptar dhe për respektimin e të drejtave gjuhësore në Maqedoninë e Veriut. Një telefon iPhone 11 që BBH sekuestroi Viola Haxhi Ademi, sekretare e përgjithshme të Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës, është bërë shkak për zbulimin e vilës luksoze në kompleksin White Rocks, që dyshohet se i përket ish zëvendës kryeministres së vendit Belinda Balloku. Nga kryerja e ekspertimit të këtij telefoni në muajin tetor 2024, janë zbuluar disa emaile komprometuese të zyrtares së lartë në MEI, Viola Haxhi Ademi dhe vetë Belinda Ballokut. Sipas dokumentave të siguruara, Viola me detyrën e drejtoreshës së Departamentit Administrativ në Alp Control komunikon me motrën e saj, Dorela Haxhi Ademi, të cilën e informon se Belinda Balloku, në atë kohë drejtoresha Alp Control, ka njësi banimi në kompleksin White Rocks. Nga kthyrja e aktit të ekspertimit numër 203 të datës 8 tetor 2024, ku është ekspertuar aparati celular iPhone 11 Pro, sekuestruar Viola Haxhi Ademi, ka rezultuar se në dokumentet në 13 shkurt 2018, rreth orës 20:27, nga adresa e postës elektronike është dërguar ky email. Emaili ka përmbajtjen si më poshtë: zemër, po të dërgoj fotot e Belës që të kuptosh se ç'fazë është shtëpia e saj. Vila që disponojnë motrat Haxhi Ademi rezulton të jenë regjistruar në emër të nënës së tyre. Gjithashtu, rezulton se shtetëse Viola Haxhi Ademi ka motur Dorela Haxhi Ademin. Komunikimet e mësipërme bëjnë fjalë për dy njësi banimi në kompleksin White Rocks, Drimadhes, në Dërmi, të ndërtuara nga shoqëria Eurocol. Grupi i hetimit Prenspak e lidh marrjen e njërës prej vilave aty ku banon Belinda Balloku si një veprim korruptiv dhe pastrim parash që lidhet me një procedurë favorizimi të dy tenderave që janë zhvilluar. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.